rikthyer jemi live teksa jemi duke ndjekur edhe pamjet e protestës tashmë të shndruar në një marshim përpara se të vazhdojmë në studio. Ndjekim pak sekonda çfarë është duke ndodhur në këto momente. Është ora 21:39 minuta, dita e 13 e kësaj proteste, teksa me të ftuarit do kemi mundësi që të analizojmë. Ja, është sheshi Wilson, arrit të dalloj nga këtu, sheshi Wilson, pra shohim që nga bulevardit tashmë kanë marshuar te rreth rrotulllimi i sheshit Wilson dhe ndoshta nga këtu mund të kuptojmë se në cilën rrugë, në cilin drejtim do të shkojnë ata. A do afrohen, do shkojnë drejt stadiumit Dinamo, apo do vazhdojnë në rrugët e bllokut, mund të shkojnë ndoshta afër liçenit, po hamencoj, apo do shkojnë drejt Myslimshyrit, se një rrugë mund t'i dërgojë edhe afër drejtorisë së policisë. Shohim se çfarë do të ndodhë, sepse janë ende në rreth, teksa e shohim live këtë protestë e cila ka thuajse 4 orë që ka nisur. Ndërkohë që ka një pushim, ka një pauzë, ndoshta ndonjë nga kolegët mund të më tregoj çfarë është duke ndodhur, çfarë flitet aty, janë mbledhur nëse nuk gabohem ata cilët drejtojnë protestën për të bërë një diskutim aty? Është simbolik që nuk ditë që qyteta, sepse ata që ishin mbledhur për të protestuar, mezi qëndruan 45 minuta. Dhe këta që janë mbledhur për të protestuar kanë rezistent. Zakonisht festat zjatin shumë. Pra çka do të thotë që tani dasmat e Edi Ramës i kanë minutat e shkurtra. Përveç se edhe në përgjatë rrugës Elbasanit të shikoje autobus të shumët me qytetarë që kishin ardhur, megjithëse ishte festa e Partisë Socialiste në Tiranë. Ka një thirrje Elsa Mbies, vetëm që ta dëgjoj të kuptojmë çfarë është duke ndodhur. E dukur e oferta në mëngjesit për Rasjebabën. Ne është dëgjojmë gjatë. Qa të tuanë? Është elektrizuar zona e sheshit Wilson aty ku ky marshim tashmë ndodhet. Pra, e gjithë turma me protestues, por kam kolegun Ardit Hoxha aty për të na treguar pak më shumë nëse ka një informacion apo ka arritur të komunikojë me ndonjë nga ata cilët mund të konsiderohen organizator të asaj çka ne shohim, se çfarë do të ndodhë më tej, teksa është ende e paqartë. Ardit Hoxha, të lutem na informo pak më shumë çfarë është duke ndodhur, po kthehen për në blok me aq sa shoh unë nga këto pamje, apo? Greta, të përshëndes. Jo, në këto momente jemi në rreth rrotullimin e sheshit Wilson dhe turma e protestuesve po rikthehet në bulevard. Do të shkohet fillimisht drejt sheshit Nën Tereza për të rikthyer më pas në pjesën e bulevardit aty ku dhe nisi marshimin. Në fakt,